Në studio, vetë se kemi të ftuarin për ditën e sotme, me neve është zotri Fajkoti, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E dim se thash Fajkoti, sepse shumë të njohin dhe një falënderim për gazetarët që e çdo herë i afër dhe nuk priton asnjëherë. Kështu që kush nuk e njeh Fajkotin, ka qenë edhe në Ministrinë e Shëndetësisë si zëdhënës, tashmë është edhe specialist i shëndetit publik në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Dhe sa mirë ta kemi një specialist të shëndetit publik në studio. Po e fillojmë me pyetjen specialist i shëndetit publik. Si është shëndeti publik në Kosovë? Si specialist? Fusha e shëndetit publik në Kosovë është mjaft e organizuar edhe si rezultati përpjekjeve shumëvjeçare që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në bashkëveprim me institucionet e tjera. Sot në Kosovë kemi shumë pak raste të smundje, në gjithë se kemi eradikim apo çrënjosje disa smundje, siç kanë qenë për shembull paraliza e fëmijëve, kemi programe të cilat i mbajmë në kontroll smundjet të cilat prevenohen përmes vaksinimit, si dhe kemi kapacitete shumë të mira laboratorike për të testuar dhe diagnostikuar patogjen të ndryshëm të cilët në veçanti janë një kërcënim i përhershëm për shëndetin publik, gjithsesi për shëndetin e popullatës. Me që jemi në emision të them diçka që si vjet Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e shënon edhe 100 vjetorin e themelimit. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm për të reflektuar për krejt historinë që ka pas ky institut prej hapave të parë prej vitit 1925 kur është themeluar në Pejë. Atëherë jo në kapacitetet në Kosovë flitet 100 vjet e kemi Institutin Kombëtar Shëndetit Publik. Atëherë normalisht nuk ka ekzistuar në tërësinë siç është sot, si Institut Kombëtar i Shëndetit Publik. Por që nga themeluar në 1925. Po i bën 100 vjet në qershor dhe ne si vetë po përgatitemi që ta shënojmë këtë ngjarje sepse është e veçantë dhe është mbase institucioni i parë kosovar i fushës së shëndetësisë i cili ka një moshë të këtillë. Është shumë më mirë edhe shumë interesant kur ky përvjetor pretendojmë që do të shënohet në rrethonat të qeta epidemiologjike pa ndonjë problem të madh dhe krejt ti shpalosim ato të arritura që ndër vite i kanë shënuar brezat paraardhësit tonë në përpjekjet për ta mbrojtur shëndetin e popullatës. E që është shumë i rëndësishëm. Para se të fillojmë e përmende edhe vaksinën dhe unë e pash një karton që e kishe, aq sa mund të shifet. Kjo është një karton që është punuar tani nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe mbrapa i shifni me ngjyrë janë disa me thonë si pulla të vogla që largohen shumë lehtë dhe pastaj ngjiten në këtë pjesë përpara ku na tregon edhe vetë specialisti se çka shënon ky kalendar i rregullt i vaksinimit. Realisht ky është kalendari i rregullt i vaksinimit, cilin duhet ta ketë çdo prind, sepse përmes kësaj skeme të detajuar shumë mirë, ata janë gjendje që ta përcjellin gjendjen shëndetësore të fëmijës tyre në aspektin se sa i ka marrë vaksinat, të cilat janë të obliguara me ligj në bazë kalendarit të rregullt vaksinimit, ku janë përfshira 13 vaksina. Deri par vjet kemi pasur 10, mirë po në vitin 2023 në vjesht kemi filluar edhe me 3 vaksina të reja, me vaksinën kundër human papilloma virusit, vaksinën kundër rotavirusit edhe vaksinën kundër pneumovirusit që ka shënuar një arritje në fushën e shëndetësisë publike në vendin tonë. Ajo që është karakteristike e këtij kalendari është që në këtë skemë janë të paraqitura të gjitha vaksinat, kohën kur merren ato dhe siç e shihni dallojnë edhe me ngjyra. Do të thotë këto të kolonës së parë janë vaksinat të cilat merren me rastin e lindjes së fëmijës, do të thotë është vaksina kundër tuberkulozës dhe kundër hepatitit B. Ato që mirën që në lindje në spital janë shëndetësore. Kjo ngjyra portokalli shënon vaksinat të cilat fëmijët i marrin deri në moshën parashkollore, do të thotë i marrin në institucione shëndetësore, kryesisht në njësitë e vaksinimit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare. Dhe kjo kolona me ngjyrë të gjelbët shënon vaksinat të cilat fillojnë të merren për fëmijët shkollor. Do të thotë kur fëmijët arrin moshën 6 vjeçare dhe futen në shkollën fillore, atëherë i kanë disa lloje të vaksinave të cilat duhet i marrin gjatë shkollimit. Përndryshe fëmijët që kanë lindur për shembull në 2022 dhe ende nuk kanë qenë të parapar se që nga 2023 janë edhe 3 vaksina tjera që merren. Kështu që mos i lëni pa i marrë, janë edhe 3 të reja. Vaksina janë të përfshira dhe ajo që ragazon shumë është që në vitin e parë të implementimit tyre ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm me një përqindje shumë të lartë. I falenderojmë gjithë qytetarët, gjithë prindërit që janë kujdesur për këtë sukses i përbashkët. Nuk kisha thënë që është sukses veç Institutit Kombëtar, Ministrisë ose kujdesit parësor shëndetësor, por është një
Suksesi përbashkët për shkak se programi i vaksinimit ka sukses vetëm kur planifikohet mirë edhe kur ka një bashkëveprim të mirë me prindërit, me kujdestarët ligjor dhe ata janë të ndërgjegjshëm për shëndetjen e fëmijëve tyre dhe i vaksinojnë qoftë në institucione, qoftë në shkolla. E vërtet dhe e kishim edhe 5 vjetorin kur për herë të parë u shfaq edhe virusi COVID-19 që mori miliona jetë njerëzish në vendin tonë 3200 viktima të identifikuara nga COVID-19, për herë të parë tek ne u lajmërua me 13 mars të vitit 2020. Po, të vitit 2020, pra u shënua plot 5 vit. Si është gjendja tani, e dim që nuk po dëgjohet që ka raste, jeni të përgatitur si instituti kombëtar? Po, realisht COVID-19 që ka qenë një sfidë globale në fushën e shëndetit publik, por që ka prek edhe aspekte tjera, qoftë ato të aspektet e edukimit, aspektet sociale, ekonomike, jemi të vetëdijshëm që ka qenë një sfidë e cila e ka testuar shumë sistemin shëndetësor si funksionon, por në një të kohë ka shërbyer edhe si mësim, për shkak se secili shtet ka përfituar, le të themi, nga ajo situatë e vështirë gjithsesi dhe i ka përforcuar kapacitetet e veta shëndetësore, qoftë në diagnozë, në trajtim, qoftë në rritjen e resurseve humane që janë esenciale për të ofruar shërbime shëndetësore. Edhe pse madje dhe vendet e zhvilluara nuk kanë arritur ta menaxhojnë sepse ka qenë një pandemi. Ka qenë një situatë jashtëzakonisht kritike me shifra alarmante, mirë po në fund mund të themi që njerëzimi ja ka dalë për shkak se pandemia COVID-19 është shpallur e mbyllur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe ne sot, mas 5 vitesh, kemi një bilanc edhe shohim që sa i përket numrit të rasteve që kanë përfunduar fatkeqësisht me fatalitet, kemi qenë parametrat e parashikuar, sepse në fillim pandemisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka parashikuar që shkalla e vdekshmërisë apo e letalitetit, siç themi ne, të jetë prej 1 deri në 2%. Ne kemi pasur 1.17%, që është brenda pritjeve dhe kjo gjithsesi ka qenë mësim për neve, për shkak se ne duke pas si ka performu sistemi shëndetësor profesionistët tonë, jemi kujdes që tash bëjmë plane të reagimit për emergjencat mundshme që mund të jenë, edhe ti përforcojmë ato vijat shërbimeve ku kemi qenë më të ndjeshëm. Gjithsesi ka qenë diçka që nuk duhet harruar, duhet të marrë me seriozitet edhe ajo që ka njerëzimit duhet të mbetet kujtesë është jetat e humburat në njerëzve, përpjekjet e mëdha të profesionistëve shëndetësor për ta nxjerrë më të mirën ato kushte të vështira, edhe mos harrojmë edhe procesin e vaksinimit që ka qenë determinues për të dhënë fund pandemisë, krahas arritjes së imunitetit. Shumë e vërtetë që do ta mbetet në kujtesë, sidomos ne që humbun më të dashurit, unë njeriu më të dashur, babai tim, kështu që e kemi ndjerë në lëkurën tonë dhe e dim fare mirë se çfarë do të thotë dhe sa duhet të jemi kujdesshëm ndaj një virusi. Unë më parë kollita, po kollitën prapë se po vjen. Se kom specialistin e shëndetit publik dhe të pyes sepse më kanë thënë kur kam treguar që do të kem në studio, çka ishte ky virus që unë për shembull nga 10 shkurti i kisha dhe ende kam zërin e ngjirur dhe u kthente në vendin tonë një virus shumë dikush thonte më i ashpër se Covid, u flite këto janë gojdhëna tona që mos ta mendemi. Çka ishte ky virus që u rikthye kaq shumë dhe ta la pasoja? Si vjet sezoni i gripit sezonal ka qenë më i ashpër se vitin e kaluar. Ne sezonin e bëjmë shembull e masim periudhën 2024-2025. Se zakonisht gripi shfaqet në fillim të teorit, kur edhe fillon edhe procesi i vaksinimit dhe zgjat deri në muajin prill ose në maj. Shpesh herë qytetarët kanë shenja ndryshme, se kur jo shembull kollitje, mund të kenë edhe shenja tjera, skuqje, lodhje, temperaturë, dhimbje fyty, diçka mirë, po duhet ta ditën që jo secila simptom që shfaqet në këtë mënyrë ka të bëjë me gripin, sepse gjatë kësaj periudhe që ne kemi menaxhuar situatën, ne kemi pas për shembull shumë raste, mirë, por nuk kanë qenë gjitha rastet gripit. Disa kanë qenë për shembull sindroma akute respiratore, disa kanë qenë sëmundje të ngjashme me grip. Ili, shkurtimisht i quajmë ne, që kanë qenë shumica e tyre. E këto që zgjatin shumë, çka ishin që u rikthehen? Kemi edhe raste të gripit, sepse dikon në mënyrë specifike mbi 2000 mostra janë testuar për influencë A dhe B. Dhe ne kemi pasur zyrtarisht të regjistruar 770 raste të gripit. Mirë, po kur i shohim si tërësi këto flamat, këto gjendje tjera, sigurisht kemi pasur rreth 80.000 qytetarë, cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak simptomatologjisë të ndryshme. Mirë, po raste
kishte një muaj e gjysë që unë gati humba edhe zërin, edhe pse gjendja u përmisonte në aspektin e ftohjes, por zëri me ftohje mund të jetë rruf, mund të jetë grep, diçka prej. Do me thonë nuk ka të bëjmë një virus po sillet, po qarkullon e më i rënd se Covid e këto. Është vërtet që virus ndryshojnë formën e tyre, për shembull në sezon mund të jetë po instituti s'ka pas ndonjë alarm të tillë. Po ne kemi pasur periudhën fillim të janarit kur rastet e kanë kaluar ato që njihet si prag epidemik. Edhe ka qenë për një shkallë më jashtë përse vitin e kaluar. Mirë, pra pas kemi pas një epidemi. Po, ka qenë një epidemi, na kemi deklaruar këtë epidemi e gripit, mirë po ajo që ka qenë pozitiv është që ne e kemi pasur masat preventive në dispozicion që është fillim të teorit. E masa ma e mirë parandaluese kundër gripit sezonal ka qenë marrja vaksinës, e cila është siguruar me kohë, ka pas dozat mjaftueshme, 85.000 doza të siguruara nga ministria, dhe ne kemi pasur grupet prioritare, cilave u kemi bërë thirrje, për cilës mosh fillon me vaksinën. Prioritet janë personat mbi 65 vjet, personat me smundje kronike, gratë shtatzëna, profesionistë shëndetësor për shkak se në vazhdimsi në kujdes edhe në kontakt me pacient dhe fëmijët prej moshës 0 deri në 5 vjeç. Do të thotë me një fjalë askush nga popullata nuk ka qenë i përjashtuar nga mundësia për ta marrë vaksinën kundër gripit sezonal. Po 0 deri në 5 shtatzënat. Donat na tregojnë që dikun mbi 66.000 qytetar e kanë marrë këtë vaksinë. Është në një periudhë kur mundemi me marrë apo në çdo kohë mundemi me marrë? Vaksina kundër gripit është vaksinë sezonale dhe konsiderohet që ai që e merr ka mbrojtje për rreth një vit. Por si proces, kështu në mënyrë administrative preferohet fillohet në fillim tetorit, sepse gjithmonë ai piku, ai momenti më kritik kur ka më tepër raste, gripit është fillimi muajit dhjetor, fillimi i janarit, mirë po rastet gripit mund të ketë për gjatë gjithë vitit, prandaj kushdo që e merr vaksinën në cilën do kohë të vitit e ka një lloj mbrojtje edhe për një vit. E si specialist që të kemi në studio, ku me marrë edhe vaksinën kur shohim informacione nga më të ndryshme, jo vetëm në vendin tonë, por edhe nga media të huaja që vaksina që u morën kundër Covid-19, po lën pasoja në shëndet, po krejojnë deformitete të ndryshme, dëm në organizëm, dhe tashmë çdo herë aludon ajo që qëndron, nuk qëndron. Vaksina i gripit na bën mirë ndërsa për grip, mos po na dëmton diçka tjetër. Ta themi këtë, çdo vaksinë ka mundësinë që të shkaktojë ndonjë efekt ansor, mirë po përgjithsisht për vaksinat të cilat u japet licenca, autorizimi që të jenë në përdorim, ato janë vaksinat që cilat kalojnë një fazë të gjatë derisa bëhen valide për të përdorur. Kështu që ato efekte të cilat i jap vaksina e gripit ose vaksinat e tjera të cilat ne i kemi në përdorim, janë efekte minimale dhe gjithmonë. A ka vetëm me vaksinën Covid-19 se ka kërkuar të pyesim? Vazhdimisht do të ketë kësi teori të ndryshme, sidomos të jenë nxeshëm ata që janë kundër vaksinës, edhe është në stilin e tyre që kur ata refuzojnë vaksinën, dëshirojnë që të kenë sa më shumë mbështetës, por fatkeqësisht për ata, e fatmirësisht për popullatën, shumica e popullatës e pranon vaksinën si një mjet thjesht, një mjet efektiv për ta parandaluar një smundje, dhe unë e thash fillim që vaksinat kundër Covid-19 kanë qenë determinuese në frenimin e Covid-19. Ndoshta mas një periudhe do të frenojë edhe ajo vetë se do të arrijë imuniteti fushës, mirë po është shkurtuar shumë kohë edhe janë shpëtuar miliona njerëz nga vaksinimi Covid. Normalisht shkenca do të punojnë në vazhdimsi për të provuar efektet e tyre. Ne për shembull në Kosovë e kemi pasur edhe kemi ende aktiv komitetin i cili bën evidentimin ose hetimin e efekteve të padëshiruara të ndonjë vaksine. Dhe gjatë pandemisë Covid-19 kemi pasur 127 raporte, në të cilat qytetarët kanë treguar që kanë pasur ndonjë shenjë, ndonjë efekt ansor pas vaksinës, por ato kanë qenë efekte ansor dhimbje, krohu, temperaturë dhe nuk e kemi pasur, po e them kështu me bindje në bazë dhona, se ne do të flasim në bazë dhona, nuk e kemi pasur asnjë efekt ansor të raportuar. Kjo që dikush shprehej që prej kur e ko marr vaksinën, one nuk jam një më mirë, kur su bona më mirë. Është një jargon shumë popullor, cilë njerëzit e përdorin edhe mu me fason fakti që çdo gjë e lidhin me vaksinën. Mirë, por nuk e lidhin me Covidin. Pse nuk e lidhin me Covidin, i cili ka infektuar njerëz kanë 1 herë, 2 herë edhe 3 herë. Edhe shkenca e një ato që njën si pasojë të
Covidit të zgjatur që manifestohen me ndonjë kokëdhimbje, me prishje disponimi, me lodhje ose diçka ngjashme edhe kushdo që ka ndonjë shaj, sepse nuk janë pak 5 vjet me majt vetëm psikologji që jeni në Covid, plus edhe të jesh infektuar në herë 2 herë ose 3 herë, edhe gjithmonë e lidhin me vaksinën e jo me Covidin. Domthonë është e kundërta. E Covidi ka lodhur njerëzit, ndërsa vaksina është ajo që ka dhënë fund pandemisë. Për këtë edhe thonë edhe psikiatrit, psikologët, psikoterapistët që mendja ka shumë rëndësi, kujdes se çfarë futni në mendimet tuaja, bilez në një tek një psikiatër i huaj që e përcjell janë këto rrjetet sociale, thoshte që nëse 9 ditë rresht ja përsërisim vetës diçka, ka gjasa të futet edhe në axhën tonë, aq shumë që ka rol mendimi. Kështu që po e dëgjoni edhe specialistin e shëndetit publik, ju keni marrë vaksinat? Po patjetër, ko marrë 3 doza vaksinës kundër Covid-19, madje në vitin 2009 ko marrë edhe vaksinën kundër gripit derit. Kam qenë personi 4 në vendin tonë që ko marrë, për shkak se unë isha një person që isha në kontakt çdo ditë me publikun edhe i bënim thirrje në emër ministrisë ose ku popullatës që të vaksinohet, dhe tash imagjinoni çfarë mesazhi i jep ti popullatës nëse vetë nuk beson në vaksinë. E unë kam besuar s'pari në vaksinë. Si u ndive pas vaksinës super, edhe atëherë ka pas lloj thashë thomë do të ketë problem me atrofi trurit, komplikime, asnjëra prej tyre. Ush më duket që e bo pak më i fortë. Tesha të them në rast para disa ditësh ndajta me një tafer, edhe po e pyesi edhe tha jam lodh diçka, tha dhe më duket këtë e kam për vaksinës. I thash pse nuk po e shikon ndryshe këtë, pse s'po thon nga Covidi, edhe pse nuk po e shikon faktin që je 50 më i moshuar se në vitin 2020. Kështu që kjo lidhje është më tepër psikologjike se sa që ka dhëna bazuar në dëshmi shkencore. Shumë e vërtet. Me sa e kuptuam, tregoj që në janar ka qenë te gripi sezonal, po kthehem, ka qenë një lloj që e ka tejkalu pak një lloj të themi që ka qenë epidemi e gripit, tashmë me sa po kujtoj ka rënje, edhe është stabilizuar situata kur jemi te gripi sezonal, ka persona mbi 66.000 që janë vaksinuar nga gripi sezonal dhe periudha më e mirë është tetori për ta marrur me fillon tetor edhe me vazhdim nëntor. Janë moshat mbi 65 vjeç, fëmijët 0 deri në 5 vjeç, grashta, zëna dhe personat që kanë probleme me smundje kronike. Dhe po flasim për një vaksinë që është mjaft e rëndësishme për vaksinën HPV. Çfarë është kjo vaksinë? Kjo është një vaksinë e cila japet për të parandaluar infeksionet që shkaktohen nga human papilloma virus, një virus i cili është përgjegjës për shkaktimin e kancerit të qafës mitrës në mbi 90% të rasteve. Mbi 90%. Por edhe infeksione tjera jo vetëm të gjenia femërore, por edhe të gjenia maskullore. Pra mos ta ngatrojmë kur flasim, kërkoj ndjes të ndërpreva. Kur flasim që në 90% rasteve për kancerin e qafës së mitrës përgjegjës ky virus, edhe vaksina japet kundër këtij virusi. Dhe mund të aludojmë që ndoshta kjo ka të bëjë vetëm për gjininë femërore, por për shkak se ka dhe infeksione tjera të cilat kanë bëjnë me sifilisin, kanë bëjnë me infeksione të fytyt, me infeksione tjera, madje edhe me kancer të anusit, domethënë nuk është vetëm një kancer i cili prek vetëm gjininë femërore, por ka dhe forma tjera të kancerit të cilat janë të pranishme te gjenia maskullore. Dhe kjo është arsyeja që pas fillimit të aplikimit të kësaj vaksine vitin e kaluar te vajzat e moshës 12 vjeçare, si vetë kemi filluar edhe me djemt, që është një arritje shumë e madhe për shkak se disa shtete, për shembull, këtë vaksinë shtetet evropiane dhënë nga viti 2006. Mirë po, periudha midis dhënies vaksinës te vajzat të djemt në disa shtete ka qenë e gjatë, për shkak se është vaksinë e shtrejtë, është vaksinë që kushton. Tek ne mrena 2 vite po fillon si te gjenia femërore ashtu edhe te maskullore dhe ky është një sukses i shëndetit publik. Për faleminderit institutit. Edhe na jemi shumë falënderues për gjithë ato nona, ata baballar, ata kujdestar ligjor që vitin e kaluar kanë mirë kuptuar rëndësinë e vaksinimit kundër HPV-s dhe i kanë vaksinuar vajzat e tyre, dhe ne në vitin e parë të startimit të këtij programi kemi pas një arritje prej 85% të arritjes me vaksinë të grupit synum. Kur kemi biseduar me ekspert huaj që na kanë ndihmuar në krijimin e planeve të avokimit, mobilizimit social dhe vaksinimit, ata kanë qenë skeptik që në vitin e parë
parë kjo vaksinë mund t'jepet në shkallë të lartë. Edhe kur na kanë pyet cili është projekcioni ose qëllimi ju, ne kemi përmend 90%. Edhe ata kështu me skepticizëm kanë thonë në vitin e parë ndoshta arrini 30-40%. Mirë po, ne i kemi demantuar dhe kemi treguar se kemi pas pritje reale duke ditë kulturën e mirë të vaksinimit në Kosovë. Edhe 85% është viti i parë. Besojmë si vjetë që mundemi me kalu edhe çka është pozitive që para 2 muajve kemi filluar edhe me djemë dhe po shohim që ka një ecuri shumë pozitive. Kjo është një risi që ka filluar edhe tek djemë, sepse ne kur e kemi pasur në studio, e kemi folur si një vaksin për femrat të moshës prej 12 vjeç, që ka qenë shumë e mirë dhe është folur në atë kohë për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, por derisa ju po tregoni që parandalon edhe shumë infeksione, sepse pikërisht ky virusi papilloma, nëse e mbajta mend, është pikërisht shkaktar edhe për sifilisin, edhe për infeksione tjera, edhe në fyt e shumë shka tjetër, dhe ja sot jemi edhe tek meshkuj që po aplikohet prej cilësh mosh fillon tek djemt. Klasa 6, respektivisht prej moshës 12 vjeçare dhe nga ekipet e vaksinimit kemi kuptuar që procesi ka një ecuri të mbarë për shkak se tash nuk po ndihen, le të themi ashtu në thojza si diferencum djemtë ose vajzat, po kur po shkojnë ekipet e vaksinimit në shkollë, po e marrin si djemtë si vajzat bashkë me vaksinat e tjera dhe është fillimi i mbarë, por e kemi një nivel gjatë që duhet me përfundu me sukses. Në atë kohë më kujtohet kur e kemi pasur dhe kur e kemi trajtuar si temë kur ka filluar për herë të parë tek vajzat për ndalimin e kancerit të qafës së mitrës, është folur, ka pasur, ndoshta ka qenë fillimi i vaksinës që është mirë të miret në këtë moshë, sepse nuk bën të miret më vonë, sidomos nëse personat nëse kanë pasur veçmarrëdhënie seksuale. Vaksina rekomandohet që t'japet te vajzat dhe djemt para fillimit të aktivitetit të rregullt seksual. Pra para marrëdhënieve seksuale. Shkak se konsiderohet që deri në moshë caktuar 80% vajza mund të kajnë ndonjëherë në jetën e tyre human papilloma virusin. Dhe tash sa më herët që japet vaksina, mbrojtja është më mirë. Do të thonë është tamam preventiv për çka dhe janë të dedikuara vaksinat. Por kjo nuk do të thotë që edhe grupacione më të vjetra nuk mund ta marrin, sepse vjet kemi mundësuar që përveç moshës 12 vjeçare, vaksinat lejohet përdoret deri te vajzat e moshës 21 vjeçare. Do thotë unë që 45 që nuk mundem me marrë. Rekomandohet sa më herët për shkak të efektivitetit edhe parandalimit, sepse edhe gjithmonë kur komunikojmë me qytetarët provojmë që atyre t'u japim një mesazh që është i thjeshtë, po që ata i ndërgjegjëson. Vaksina nuk japet për mjekim. Vaksina japet për të parandaluar. Kur mjekohet ka procedurë tjetër. Sepse përmenda edhe në moshat tona flitet shumë për kancerin e xhirit, përderisa jam mendur kur kam lexuar që kanceri i qafës së mitrës ishte madje edhe më i lartë, po flas në aspekt në mbar botën. Është mjaft i shprehur, mjafton me thonë që brenda një viti në botë dikon rreth 600.000 raste të reja diagnostikohen me kancer të qafës së mitrës, ndërsa numri të vdekurve është pothuajse gjysma atyre. Në nivel global jam ka flas, edhe tek ne ka raste të shumta, megjithëse në Kosovë tegjenia femërore rastet cilat prinë në rrafshën e sëmundje maline janë tumorët e xhirit, domethënë tegjenia femërore. Megjithëse edhe kemi pak të themi këtë edukatën e munguar të shëndetit, që edhe me vonesë bëjmë kontrollat, ekzaminimet, po flas për ne gratë, ku me shumë vonesë mundemi edhe kuptojmë kancerin e qafës së mitrës, dhe kjo është e mirë, që është një lloj preventive për me parandalu që në moshën 12 vjeçare. E vërtetë është që vitet fundit ka pas përpjekje shumë të organizuara, qoftë nga ministria, qoftë nga instituti, qoftë nga shoqëria civile, nga klinika onkologjisë, nga shërbimet e tjera të kujdesit parësor, edhe si rezultati fushatave sistematike i punës që është bërë edhe me komunitetin, sidomos me gratë dhe vajzat, të dhënat nga onkologjia tregojnë që tash numri apo përqindja e rasteve të kancerit që detektohen në shkallën e parë dhe dytë është shumë më e lartë se sa që ka qenë përpara. Përpara zakonisht diagnostikimi bën në stadium 3 ose 4 që mund të jetë
për shumë kohë vonë, ndërsa tash diagnostikimi është më i hershëm. Kjo tregon diçka tjetër, kjo mund të ketë na jap niven sipërfaqe numra më shumë, por në anën tjetër është shumë më mirë për shkak se ka mundësi të një trajtimi më korrekt dhe rritet gjithsesi edhe shkolla e mbijetesës. Por nuk duhet më ndalna vetëm për shembull në fushata sistematike për kancerin e gjillit, le të themi, por do të organizojmë fushata të tilla edhe për kancerin e qafës mitës, ta kombinojmë me veprime konkrete siç është HPV vaksina, edhe për llojet e tjera të smundjeve maline, por jo vetëm të smundjeve maline, por edhe të smundjeve tjera, për shembull ngjitse, diabet, hipertension, smundje të zemrës. Obeziteti edhe pse është smundje. Obeziteti është faktor rreziku. Po kemi duhet me nis do kampanja pak për me u vëdësu. Sigurisht në ndryshu pak stilin e jetës, edhe pak më tepër marrë me aktivitet fizik. Pak që po thonë këta, po shkon, po mundohemi. Dhe duhet mundohemi gjithsesi. Po kthehemi tek djemt a luan rol që fillon prej moshës 12 deri në cilën moshë munden me marr vaksinën. Po. Gjithsesi, edhe të djemt është vendosur si moshë fillimit të vaksinimit mosha 12 vjeçare. Deri në cilën moshë djemt? Njerë si vjet vetëm për këta. A vetëm për 12 vjeçare? Me kalimin e kohës, kur përfundon viti shkollor, ne shohim a ka dozat mjaftueshme dhe nëse kanë me doza, nëse nuk janë shfrytzuar gjithë, atëherë e krijojmë mundësinë që të zgjerohet edhe grupacioni. Qysh e kemi zgjeruar vjet për shembull me vajzat, mund ta bëjmë një deri në cilën moshë mundet me ulë? Kemi shku deri në moshën 21 vjeçare me vajzat. Unë besoj që me djemt do të shkon mirë edhe sidomos në klasat e 6-ta, se tash nuk është edhe viti i parë, nuk është një eksperiencë e re, e kanë pa ose e kanë marrë mësimin nga viti i kaluar, nga gjenerata paraprake, dhe nuk kemi arsye të mos besojmë që do të shkojë mirë, por ta kemi parasysh do të punohet në vazhdimsi për shkak se ka shumë dezinformata, ka keq informime ndryshme edhe mund të përmendim disa që për shembull një prej dezinformatave, po keq informimit është që kjo vaksinë shkakton sterilitet. Kjo është absolutisht me të pabu fëmijë me një fjalë absolutisht që s'është e vërtet, e kundërta e kësaj. Tash pse është e kundërta? Nëse një vajzë e re para se të krijojë familje, para se të futet në jetën martesore, preket nga HPV virusi, ajo normalisht mund të ketë kancer qafës mitrës. Një prekën nga kanceri qafës mitrës do t'i nënshtrohet disa procedura, qoftë kimioterapi, qoftë radioterapi, dhe krejt këto procedura për t'i luftuar këto lezionet prekanceroze, se kanceroze e shkaktojnë një organizëm. Dhe më thonë, shumë a tepër e shkatron organizmin smundja e fare vaksina. Vaksina e ka funksionin për ta ruajtur një trup që ai nesër të jetë në gjendje që ta pranojë një stazani. Se zakonisht këtë sterilitetin më shumë fiksojnë shoqëria jonë te burrat e mashkujt. Nuk ka asnjë provë që vaksina shkakton ato, përkundrazi e rrit shkollën e fertilitetit, dhe në nivel global është ai komiteti ekspertëve që në mënyrë periodike bën analizën e efekteve dhe nuk ka studime që e kanë dëshmuar këto. Edhe studime të rrajshme ose studime periodike të cilat kanë bodëm normalisht në popullat, kudo ma vonë janë dëshmuar që nuk kanë qenë bazuara në fakte, dhe për këtë arsye shumë shtete, janë diku mbi 140 shtete të cilat e aplikojnë në botë. Edhe ato që nuk e aplikojnë se nuk besojnë, por pse nuk kanë mjete financiare ose vinë nga vendet e treta që kanë ekonomi shumë dobët edhe nuk kanë mundësi ta përballojnë financiarisht, se kjo është një vaksinë e kushtueshme. Para se ta blej shteti, ta bëj këtë vaksinë pjesë të listës esenciale të barnave, ka plot nona nga Kosova që kanë shku në vende tjera edhe kanë pagu 200, 300, 400 euro që ti vaksinojnë fëmijët e tyre. Po, kam raste konkrete edhe në rreth të afërt, ndërsa tash kjo mundësi është falas shtetin tonë. Jemi me fat që e keni sjell, faleminderit kush e ka sjell, kush ka marrë iniciativën, Instituti Kombëtar apo jo? Programin e bën instituti, po vaksinat i ka blej Ministria prej buxhetit. E përgëzojmë edhe Ministrinë e Shëndetësisë. Përndryshe, një ditë besoj që prej ditëve kur të kesh kohë do të flasim edhe për sterilitetin shoqërinë tonë si specialist i shëndetit publik, ku besoj që ka shumë burra tani kemi me të vërtetë të shëndoshë dhe vajzat tona, besoj dhe shpresoj. Tek HPV-ja,
është mushat e 12 vjeçare në këtë vit janë vaksinu? Po, e kanë ka marrë fillu dhe po vazhdon tash procesi deri të përfundon viti shkollor, shkollat nëpër komuna e kanë bërë secilla Çka programin. për ata fëmijë që kanë munguar ditë në Për shkollë? ato ju dërgohet zakonisht thirrje prapë prindërve që t'i sillin fëmijët, ata kanë mundësi që t'i çojnë edhe në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, jo domosdoshmërisht shkolla, mirë po me çështë vaksinë që i takon moshës kur merren në shkollë, ne preferojmë që të bëhet në shkollë, për shkak se fëmijët janë bashkë, e shohin njëri tjetrin që po vaksinohen edhe ka një lloj solidariteti edhe në këtë Bile listë garant shëndetit cili publik. nuk frigohem Mirë nga po ka vaksina. raste që dikush ndonjë fëmijë mund të jetë i smur ose të mungojnë shkollë, po për ata ekziston gjithmonë mundësia dhe ne kujdesemi. Pra vetëm duhet lajmërohet tek qendra mjekësisë familjare. Duhet qoftë mjekësisë familjare ku ka kartunin e vaksinimit, e merr vaksinën edhe e bën evidentimin. Por veç ta them edhe një fakt, vitin e kaluar është dashur shumë bisedohet me prindër se një vaksinë e re kur aplikohet, prindërit kanë drejt me pas informacion, kanë drejt që të kenë siguri dhe ne e kemi pas bashkë me komunat, me kujdesin pashësor shëndetësor, dikun 350 sesione informative për prindër dhe kujdestar ligjor. Do thonë një punë shumë e madhe, që ndoshta nuk shihet kështu në sipërfaqe, mirë po na shohim rezultatin 85% që na tregon që ato sesione kanë pas rezultat. Edhe kur është te vaksinimi ta them nisan. Na i kemi 3 kategoritë njerëzve. I kemi shumicën për fatmirë në Kosovë që janë pranues të vaksinave sepse ju besojnë mjekëve, ju besojnë profesionistëve shëndetësor. I kemi një kategori e vogël që na i quajmë hezitues. Hezitues nuk janë refuzues, ai don informacion shtesë. Që të sigurohet që po bën gjë që këta hezitues të lëvizëm drejt marrjes vaksinës që në shumicën e rasteve ja dalim. Por kemi një kategori të vogël që janë refuzues klasik në atë formë, sepse besojnë në mite, besojnë në... ajo nuk është e shëndoshën s'pak. Thashe thome ndryshme, por na nuk shpenzojmë shumë kohë me ta. Për shkak se na jemi të interesuar që të punojmë me ata që kanë predispozita. Por gjithsesi edhe ata janë të vlefshëm dhe provojmë edhe në mënyra tjera që t'i lëvizim, për shkak se qëllimi i programit vaksinimit është që secilin person që i takon një grupacioni të caktuar që do ta marrë një vaksinë të caktuar nga kalendari vaksinimit, ta vaksinojë. Pas gripit sezonal dhe vaksinës shumë të rëndësishme HPV, po flasim pak për fruthin që u dëgjua, u alarmua. A ka epidemi të fruthit në Kosovë? Jo, nuk mund të themi që ka shtrirje për masat të epidemisë, për shkak se kemi vetëm disa raste sporadike, edhe për fat mirë ende janë të izoluara. Po, madje 2 raste kemi pas në janar. Rastin e parë me 6 janar e kemi pas, edhe arsyeja pse ne kemi bërë thirrje prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët është se ta parandalojmë, për shkak se prej vitit 2018 Kosova s'ka pas raste të fruthit, kur në shtetet e Evropës ka pas numra shumë të lartë. Se kjo ndërlidhet shumë me pandeminë Covid. Gjatë Covid-19, për shkak kufizimeve që kanë pas njerëz, lëvizjeve të kufizuara, rrezikut e tjerë, kanë huq doza të caktuara të kompletimit të ciklit të vaksinimit. Për shembull, vaksina kundër fruthit, që merret së bashku me vaksinën kundër shytave dhe rubellës, merret moshën 12 muajshe. Si quhet kjo vaksinë, si është e shënuar me ditë? MMR, nëse e kanë marrë fëmijët, dijeni që e kanë marrë ndaj frutit. Moshën 6 vjeçe bëhet dhënia dozës dytë. E tash, imagjinoni për një periudhë 6 vjeçe, disa fëmijë për shembull gjatë kohës sa kanë ndodhur Covid-19, nuk e kanë marrë, edhe ata realisht kanë qenë fëmijë të eksplozuar. Dhe si rezultat i kësaj, në shumë shtete të Evropës veç ka qenë e përhapur si epidemi për shkak shpërtimit të rasteve të fruthit, por në Kosovë për fat mirë nuk ka pas. Sepse shkolla vaksinimit po flasim ne sa raste janë Kosovë fruthit. Si vjetë kemi regjistruar 5 raste të prej janarit po flasim. 2 janar edhe 3 të tjera kanë qenë të regjistruara në periudhën prej 4 deri me 11 mars. Edhe në ditën që i kemi pasur rastet e dyta dyshimta, kemi dalë me një njoftim publik për shkak se duhet transparencë. Pra kanë qenë vetëm 3 raste. Nuk është rritur më numri? Jo, momentalisht nuk kemi raste. Jena të i monitoruar në mënyrë të vazhdueshme përmes asaj që njihet si volumtim pasiv dhe aktiv, dhe shpresojmë të mos ketë. Mirë po thira ka qenë e dedikuar për prindit për shkak se fruthi dallon shumë prej gripit. E ka përhapjen jashtëzakonisht shpejt edhe ka potencial që të shkaktojë komplikime. Nëse referohem protokolle ndryshme, shohim për shembull që 1 në 6 raste të fruthit
që është smundje virale, pra, ka potencial që të zhvilloj komplikime, qofshin ato pneumoni, bronkopneumoni, ndezje të cipave trurit ose diçka ngjashme, dhe ne nuk dëshirojmë që të ndodhë kjo. Prandaj, ju kemi bërë thirrje prindërve, kemi alarmuar pak situatën në mënyrë që ata të cilët nuk e kanë kompletu procesin e vaksinimit, ata që kanë marrë shembull dozën e parë, të shkojnë në institucionet ta marrin dozën e dytë, sepse nuk ka rrugë tjetër për ta parandaluar. Edhe ajo që është karakteristikë të fruthi është që ky përhapat shumë, sidomos në institucione parashkollore, në qerdhe, në shkolla, të rriturit shumë pak. Shumë pak, se po shumë personat e rrezikuar janë fëmijët e pavaksinuar deri nën 5 vjeç, gratë të zanat të pavaksinuara dhe personat me imunitet të dobësuar. Pra, mesazhi është kushdo që nuk e ka vaksinu fëmin kundër fruthit, ta bëj këtë qoftë me dozën e parë ose dozën e dytë, se nuk ka mbrojtje tjetër, madje edhe vetë mjekimi të rastet që diagnostikohen nuk ka shumë specifik. Ka një mjekim simptomatik për me ullë temperaturën, me ndalë dhimbjet, edhe me përforcu imunitetin me vitamina dhe me lëndë ndryshme, pa nuk ka një mjekim shumë specifik kundër fruthit. Kështu që fatura shumë e lehtë në rast se merret vaksina edhe parandalohet. Jemi të shumë mirë me vaksinat? Po, vaksinimi si proces po shkon mirë dhe zakonisht kur bëjmë na i paralajmërim, se kemi për obligim që popullatës si tregojmë rreziqet, shohim që më një herë ngritet shkolla vaksinimit, kjo na vjen mirë që ndodh. Do të thotë kjo paniku i fruthit ju na vjen keq që ndodh për frikës. Nuk kemi dëshirë që një nën ose një bab ta marrë fëmijën vetë ta dërgojë në qendrën e vaksinimit pse ka dëgjuar një informacion nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, por pse ka obligim në bazë kalendarit të rregullt vaksinimit, edhe në bazë asaj duhet ta krijojë edhe një kulturë shëndetësore që në vazhdimsi ta kontrolloj kalendarin edhe gjithë për shëndetin e fëmijës. E përmende gjatë këngës që fëmijët deri në moshën deri 6 muaj kanë një lloj imuniteti ndaj fruthi, dhe e përmende dhënien e xhirit që nënat e reja ta dinë rëndësinë, e di që disa i kushtohen pamjes linjave trupore, disa pritojnë janë të lodra, por shumë e rëndësishme dhënia e xhirit deri në 6 muaj sdomos. Zakonisht te fruthi ka shumë rrallë raste që shfaqen para moshës 6 muajshe, për shkak se nënat e tyre, nëse gjatë jetës tyre kanë fituar imunitet ndaj fruthit ose edhe kanë marrë vaksinën në fëmijëri kur kanë qenë në moshë të re, ato kanë një lloj imuniteti i cili në fëmijë zakonisht ja transmetojnë përmes dhënies xhirit. Po, për këtë arsye sa kurdo që është ajo java të ushqyerit me qumësht xhirit, gjithmonë theksohet fakti që fëmijët të cilët ushqehen me qumësht xhirit kanë shumë më pak rreziqe ose janë shumë pak të predispozuar që të smuhen se sa fëmijët e tjerë, për shkak se ata krijojnë një lloj imuniteti i cili e marrin përmes të ushqyerit me qumësht nga nëna e tyre. Kështu që është porosi. Ne ta shfrytëzojmë këtë rast që ti inkurajojmë nënat e reja që ti ushqejnë fëmijët e tyre me qumësht, sepse ka shumë përfitime. Ka përfitime të paktën deri në 6 muaj, nuk ja bani dertin apo e merr fruthin apo jo nëse ju jeni vaksinuar dhe nëse keni imunitet ndaj fruthit. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit në RTK Radio programin e dytë. Besoj që këtë vit do të kemi shumë takime, aktivitete dhe ju do të keni mundësi që të shihni si bëhet puna në Institutin Kombëtar. Gjithsesi do vime atje të vizitojmë. Kritikoni gjithsesi për shkak se kritika i bën institucionet më të forta, arrit transparencën, edhe ne po përfundojmë këtë emision me porosim për prindërit që përveç vaksinës së frutit që është shumë e rëndësishme, ti marrin gjitha ato vaksinat të cilat janë pjesë e kalendarit të rregullt vaksinimit, sepse për ta krijuar një kalendar të tillë, për të siguruar ato vaksina, për ta bërë një plan vaksinimi, dikush punon natë ditë dhe e ka përgjegjësi. Qysh ka institucioni përgjegjësi për krejt popullatën, për flas në fushën e shëndetit publik, ashtu ka prindi përgjegjësi për fëmijën e vet.